Normalisht mirë se ritakojmë sërish në kopshin e devotshmërisë. Do të flasim sot për një dimension të rëndësishëm në jetën e devotshme, që janë veprat e mira. Shumëllojshmëria e ndryshme e veprave të mira. Përse Islami vjen me oferta të ndryshme, gjithsecilit duke ju ofruar në bazë të karakterit dhe ambicjes së tij për të kryer vepra të mira çdo kush, për t'u ofruar tek Zoti me veprat e mira çdo kush. Pra kemi një diversitet dhe një llojshmëri të ndryshme të veprave të mira. Për të folur mbi këtë dimension, për të folur mbi mirësitë e këtyre veprave të mira, për të folur mbi aspektet të ndryshme dhe personale të besimtarëve, ne kemi sot kënaqësinë që të kemi Hoxhën e nderuar Jusuf Hairullahu. Hoxhë, mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Hoxhë, veprat e mira kuptohet që kanë dobi, kanë shpërblim, kanë rëndësi, po konkretisht si i përmend Islami, po themi, shpërblimin e veprave të mira. Pra, çfarë duhet të ketë parasysh një musliman kur do të bëjë një vepër të mirë ose kur e ka bërë një vepër të mirë? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nuk ka dyshim se veprat e mira janë faktori rëndësishëm edhe për të qenë besimtar i mirëfill dhe i sinqert, por të njëjtën kohë ka dhe shpërblime dhe sevape të mira, për të cilën Kurani në librin e tij shumë motivon dhe i nxit besimtarët, madje e ka konsideruar si kusht i hyrjes në xhenet, pas besimin në Allahun e madhëruar dhe pas mëshirës së tij. Do të ceki disa nga ajetet si ilustrim që na bëjnë me dije se me të vërtet vepra e mirë, puna e mirë është një gjë e rëndësishme që tek Allahu ka konsiderat të madhe. Po shletove çdo faqe të Kuranit me tekst veçantë do dele në parë veprat dhe punë të mira. Sa për ilustrim thot Allah i madhuruar, innal ladhina amanu wa amilus salihat, ata të cilët besojnë Allahun. Pastaj nuk mjafton ky besim përderisa nuk e përkthejnë dhe manifestojnë në jetën e përditshme me vepra dhe me punë të mira, ulaika ashabul janna, këta do të jenë banorët e xhenetit. Sikurse na jep për të kuptuar se veprat e mira, punët e mira, projektet e hajrit janë të frytshëm, janë të dobishëm edhe botën tjetër që shpërblimi me xhenet, po është më interesante se vepra mirë para se të shkojnë në botën tjetër, dhe stacioni i fundit i robit në këtë dunjë është varri. Është një hadith profetik ku i jep tekst veçantë se vepra dhe puna e mirë ka për të sjellë dobi dhe do të jetë në favor të robit nëse i ka bërë shërbimin e madh. Këtë hadith është e kanë dëgjuar pothuajse besimtarët në çdo tubime, në çdo ligjërata të xhallarëve, në çdo ndëjte, unë sa për kujtim vetës. Edhe ata që kanë ndëgjojnë, thotë i dërguari i Allahut, kur vdes biri i Ademit njeriu, e përcjellin tre komponente. E përcjell familja e tij, e përcjell pasuria, edhe e përcjell vepra dhe puna. Dy të parët nuk e shoqërojnë me veten në varr, po kthehen. Pasuria, sado që e ka punuar, qoftë madhi, qoftë dyqani, qoftë të ardha të mëdha, nuk i merr me vete. Po dhe familja, baba, ndoshta nana, vllau, motra, fëmijët, sado që e dojnë, ja kryejnë ritualet, ceremonitë, edhe po pastaj kthehen. Ajo që e shoqëron, ajo që e merr me veti robi është puna. Pra bilancin duhet ta bëjmë me veprat që kemi bërë. Pra nuk mjaftojnë vetëm dëshirat ose mendimet ose projektimet, po duhet ta marrim ato që kemi kryer realisht, që janë vepra. Ashtu, konkretizim veprat, deklaratat, pretendimet, sado që janë të mëdha, përderisa nuk përkthehen në vepra dhe punë, do mete kot. Sa për epilog i kësaj mund ta përmendi fjalën e Hasan Basriut ku thotë, imani, besimi nuk është me shpresa, as me deklarata bombastike, po ajo që ka bindje në zemër dhe e manifeston vepra. Se tek e fundit ne nuk mund ta vlerësojmë dikan përderisa nuk shohmë punë, vepra konkrete. Andaj për këtu bëjmë thirrje edhe vetes të tjerëve, vepra, punë. Sa të mundësh, madje edhe vogël jetë, ajo ka për t'ja pash hajrin në këtë botë dhe botën tjetër.
Zakonisht kur thoni vepra është e shpërblyer në Islam, sa është e shpërblyer, sa shpërblen Zoti për veprat e mira? Sepse njerëzit shkojnë atje ku shpërblimi është i madh, ku vlerësimi është i madh, dhe inkurajohen kur ky shpërblim është shumë i madh, dhe ndonjëherë përtojnë të bëjnë vepra të mëdha nëse nuk e kanë të qartë se çfarë fitojnë nga veprat e mira. Sa shpërblen Zoti për veprat e mira? Fillimisht Zoti shpërblen diçka çka syri se ka pa, madje as veshje njeriu se ka ndëgjuar, as imagjinata e njeriu nuk i bie fare ndërkohë në mend. Pra vetëm që është shumë, po as nuk mund të imagjinohet. Sado që mundohesh për te masat parametrat njerëzore. Mirë po, her pas here është konkretizu diçka si motivus. Ja, për shembull. Zatën edhe njerëzit ajo që ka më shumë i motivon dhe i nxit dhe i shtyn drejt realizimit dhe një projektit është ajo kur t'ja përmend koston. Po e bërë këta, krahas shpërblimit do e kish këta. Edhe kjo nxit, jo rastisht sot i dërguar Allahut në shumë hadithe, një për to, një ditë prej ditëve, para se të filloj betejë e një luftës, i dërguari Allah thot ngriu të kjo ofertë, të kjo pazar, tregu i kësaj xhenetit sa gjerësia e qiellit dhe tokës. Ka tingëlluar tek sahabët, xheneti ka qenë diçka i ka tejkaluar për masat njerëzore. Nuk krahasohet me diçka që është kaluese këtë dunjas. Xheneti, nëse marr pjesë në këtë kauz, xheneti sa gjerësia e qiellit dhe tokës, ka qenë duke ngrënë disa urma, edhe momentin është ndarë dhe ka reflektuar. Po ti haj këto edhe ti kafshoj, konsumoj, do zgate goxha minuta. I ka thonë që mos të mungojnë xhenet. E jo rastisht her pas here i dërgullojt ka përmend dhe ka konkretizu xhenetin, ka përgatitur Zoti për optet që ka syri s'ka pa, që ka vesh s'ka ndëgjuar. Të pakta minimumi që është ajo vija e kuqe që thuhet për një vepër të mirë me 10 shpërblime. 70, 700 edhe sa do Allah i madhëruar. Pra, çdo vepër që mund ta bëjmë të mos heqim dorë prej saj. Çdo vepër që na mundsohet ose na krijohet mundësia për të përfshirë në një vepër të mirë, të mos heqim dorë sepse shpërblimi që nga jashtëzakonshëm. Tepër. Njerëzit kur garojnë për çështën e dunjas, imagjinoje 1 me 10. Po investove 100 euro, përballë kësaj do i kish 1000. Do e shishat njeriu, orvat, përpiqet, çfarë ambicie ka, vrullin e çelik, nga sa është e kapshme dhe e prekur, po ata nuk krahasohen fare me shpërblimet e botës tjetër. Se sado këto janë të mira, këto ju skadojnë afati. Sado që janë të mira, momentin që e kupton, zbehet, zhbëhet, jo, i mençuri, mendon diçka që nuk i skadon afati. Këtë këto madhrat, artikujt, kemi për të gjetë në botën tjetër, nëse jemi të sinqert, dhe i përvilmi krah duke bë punë dhe vepra të mira, çka e kënaqin Allahun e madhëruar. Dhe t'i kthehemi, po themi boshit të temës tonë, që është shumëllojshmëria, diversiteti i punëve të mira. Pra, në Islam nuk ka vetëm një lloj adhurimi. Në Islam ka shumë forma të adhurimit dhe shumë mundësi me të cilën njeriu mund të afrohet tek Zoti i tij. Ku është urtësia e kësaj shumëllojshmërie të ibadeteve dhe të adhurimeve? Po, është e saktë se Allah i madhëruar nga mëshira e tij nuk i ka lënë vetëm një portë të veprave të mira, po ka lënë shumë porte, shumë derë për të vepruar robi aty ku ja merr mendja dhe ka aftësinë dhe zotësinë mund t'ja mësoj asaj veprës. Edhe pothuajse gjen në shumë citata të Kuranit dhe hadithit vepra të lloj-llojshme të ndryshme, namazi, abdesi, zeqati, sadakaja, agjerimi, agji, respekti prindërve, vizita musafirve, ndihma hallëxhimve, e nevojtarve, të mbjedhësh një pemë që ka për t'ja pa hajrin, shpezët, kafshët, insektet të lloj-llojshëm. Pra nuk ka një listë të kufizuar, si të thuash kaq janë veprat e mira. Duke sigurisht një shumëllojshmëri, madje pafundësi vepra të mira me se njeriu nuk përfshihet. Open e hapur. Vetëm kërkohet a kemi interesim ne. E thash, parashtot pyetja ku mbet urtësia dhe filozofia. Nuk ka dyshim, çdo gjë që Zoti ka bërë legjitim, pas asaj qëndron dhe një urtësi. Do shta dhe njerë nuk mund ta perceptojmë, po t'jemi të bindur se nuk bën Zoti diçka legjitim,
apo nuk I nxit robi, Allahu robin për një vepër, vetëm se pas asaj ka një interes dhe një favor shpirtëror, psiqik, shëndetësor dhe fizik. E ku që ndon urtësia, ka të shumë ta që kanë përmend dietarët, unë disa prej tyre do I përmendi. Njëra prej tyre se njeriu po të ishte I prekupuar vetëm as një adhurimi dhe ibadeti, do verë koha do bezdisët. Pra natyra e njeriu është që do diversitet, do diversitet. Do ndryshojë. Mos I bëhet mekanizëm vepër dhe rruti. Transferohet nga ibadeti në ibadet, nga një vepër në vepër tjetër, nga një projekt në projekt tjetër. Kështu I bëhet edhe më I këndshëm, bëhet më I lezetshëm ibadeti dhe adhurimi, se po të ishte vetëm një, do mërzit do ikë dorë. Kështu se kur të kalon nga gjëra tjetër, do e marrë madhi për atë vepër dhe punë të cilën ndoshta para një gjysmë një viti ka ikë dorë. Kjo është njëra. E dyta, prej urtësive qëndron se Allah I madhruar me vepra të shumë të llojshmëri u afal njerëzve mëkatet dhe I ambulon të metat. Po si jo? Se nuk e di robi se me çfarë vepra I falet gjunoj dhe mëkati. Pastaj prej urtësive se veprat e shumta dhe llojshmëria në vepra është prej shkaqeve që Zoti e ruan nga fatkeqësitë dhe të zezat dhe belat e jetës së përditshëm. Jo rastisht I dërguar Allah ka thënë sani ul ma'ruf taqiu masari su. Bëni vepra dhe punë të mira se I ruajnë dhe mburojnë nga fatkeqësitë e këqija. Pastaj veprat dhe punat e mira u ashtojnë bereqetin dhe rrezkin. U ashtojnë bereqetin dhe rrezkin. Për shembull, jo rastisht I dërguar Allah ka thënë kush nga ju dëshiron që të shtohet ymër jeta dhe të shtohet rrezki dhe bereqeti, le të mbajë lidhjet farafisnore, një vepër gjigante. Vizita farifisit, dajës, allës, gjyshit, tezës, nipave, vlezëve, motrave, kushërinve, u ashtoj ka rrezkin dhe bereqetin, që I bie, ndoshta pagën nuk I kea koqa të madhe, mirë po madh pagën I rrahaqen dhe lumtur krejt nevojat e tua I përmbushim ata. Edhe njëra prej urtësive tjera që du ta jap me theks veçantë se robi nuk e di se me çfarë vepër futet në xhenet. Andaj ti duhesh veprosh vepra të ndryshme, nuk e di robi cila vepër e ka për dorë dhe e fut në xhenet. Jo rastisht I dërguar Allah me një hadith thot, e kam pa një të ri në xhenet që kënaqet dhe lasdrohet dhe pyeta çfarë ka bërë që ki kënaqet, dëfrehet në xhenet. Ky thot ka qenë kur ishte në dunja, duke ecë rrugës dhe pa një pengesë që ju lëndoj ke njerëzve. Tha pasha Zotin, kam për të larguar që njerëzit të ecën qetë. E largoj dhe edhe anash, njerëzit filluan të frekuentojnë shumë qetë. E kam pa duke lasdruar. Ku e din të kjo robi se me këtë vepër? Pra për kushtimit të kjo vepër, e bëri atë diferencën që ky pastaj ndoshta të ishte për xhenet linjve, edhe pse ndoshta mund të kishte ibadete të tjera si namazi, si agjërimi. Beso që ka pasur të tjera, mirë, po kjo ka qenë me përkushtim të veçantë. Me përkushtim me sinqeritetin më të madh, ndoshta me atë vullnetin më të flakt, edhe kjo ka reflektuar. Pastaj është hadithi tjetër që thot I dërguar Allahut se një gruaje madje ka potencuar, ka qenë madje edhe lavire, duke ecë rrugës, ka has për çudi një qen që e kishte kapluar etja. Kur e pa atë skenë dhe pamje, ja pushtoi zemrën, dhëmshmëria, humaniteti I saj, tha subhanallahu me sa duket, I ka kapluar etja sikur se u pak para disa çasteve. Edhe mirë reflektoi, kërkoi ku ka vend ujë, me këpucën mbushi ujë dhe ja afroi qenit, edhe qeni e ringjalli, madje I dërguar Allah tha, kjo e shpëtoi veten në xhenet. Madje disa të pranishëm thanë ja Rasulullah, do shpërblemi për çdo kafsh, thotë I dërguar Allah, për çdo mulçi dhe çdo shpirt që ekziston. Po ja kryte një hall, ke po të shpërblyer. Tash robi nuk e di se me çfarë vepër futen në xhenet. Jo rastisht këto që ndon urtësia, lloj-llojshmëri. Kush të fton me vot një vepër të hajrit, mos hezito. Po, me vullnetin më të madh për vjelikrat, qoftë ndihma sociale, shoqërore, e lagjës, e familjes, e nevojtarve, allaxhive, nuk e di, e as mos në çmo. Jo rastisht I dërguar Allah thot në hadith, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, mos në çmo, mos në vlerësos një vepër të vogël. Edhe nëse takon vllajtan duke buzëqeshur, kujdes se kjo do të beshohet te Zoti,
me kosa të mëdha, fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush e ban një vepër, madje sa grimca e atomit, po është e mirë dhe bukur, te Zoti peshon, ke për ta parë edhe ke për t'ju gëzuar asaj veprës, edhe nuk do të pendosh asnjëherë saqë do të thuj subhanallah. Po nëse nuk do kisha vepru, nuk do I kisha pas ka merita në xhenet. I po thoni Hoxh që duhen përveshur mëngët për veprat e mira dhe nuk duhet humbur kohë sepse shpërblimi është I madh, është I jashtëzakonshëm. Po ndërkohë nuk jemi të gjithë në të njëjtin, po themi, temperament, nuk jemi të gjithë në të njëjtën pistë gare. Dikush vrapon më shumë, dikush është më I ngatët, dikush përton më tepër. Çfarë mund thoni në këtë aspekt, për këtë diversitetin e njerëzve në raport me veprat e mira? Po e fillojnë me një ajet kuranor, po ka dhe shumë ajete kuranor, po njëra që na ban me dije se njerëzit gjatë veprave të mira nuk janë këtë me një nivel të njëjtë, po se dhe dallon nga I tjetri. Andaj thot Allah në Kur'an, wa anna sa'yukum lashatta, vërtet veprat tuaj, përpiqjet tuaja, arvatjet tuaja dallon njëri prej tjetrës. Dikush ka ambicie të larta. Pra kjo është natyra e njerëzve. Natyra e njerëzve. Nuk mund t'i bëjmë të gjithë ashtu. Njësoj. Po nuk do të kishte edhe shije, andaj diversiteti ka shijen vet, dikush është më I dobët, dikush është më I madh, dikush është më I fuqishëm, dikush e neglizhon, dikush Zoti ka bërë të pasur, këta të varfër që këtë ndihmoje, t'i japë shije dhe sens edhe jetës dhe shoqërisë. Andaj njerëzit dallohen karshi veprave, ka për tyre që Allah I ka thënë Kur'an, feminhum zalimun li nafsi, ka për tyre që I bëjnë patrici vetës. Nuk garon fare. Nuk e nxit, nuk e motivon asgjë për të bërë vepra. O minhum muqtasid, ka për atyre që janë në nivel më të avancuar, që janë më mesatar. O minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, ka për atyre që ata janë garues, ata nxitojnë ku ka punë dhe projekte të hajrit. Ata nuk e mendojnë një dhe dy. I gjenë gjithmonë të drejtuar kaq punëve të mira. Jo rastisht njerëzit dhe kanë prirë dhe aftësi të ndryshëm. Andaj thotë I dërguar Allah në ditën e Kiametit, ata që kanë qenë në dynja duke fal namaz tepër vullnetare, do të ftohen nga dera e namazit të xhenet. Disa prej tyre kanë pas prirë dhe aftësi për të bërë vepra sadaka dhe lëmoshe, do të ftohen nga kjo derë. Dhe kështu fillon I dërguar Allah me përmend derisa thotë Ebu Bekri ja Rasulullah, a do të ketë ndokush I cili do të futen nga gjithë dyert e xhenetit. Tu dërshesh niveli që dallot Ebu Bekri nga të tjerët, si ka mjaftuar vetëm një rrugë e hajrit. A do të ketë dikush që do të futet nga 8 dyert që do e ketë open? Ka thënë I dërguar e Allahut alayhis salam, po, do të ketë, shpresoj se ti do të jesh një prej tyre. Shikoj? Madje dhe Allah I madhëruar ja lehtëson njerëzve rrugën, mekanizmat dhe metodat për ata që ka prirë dhe aftësi. Kullu muyassarun lima khuliqa lah. Çdo kujt Zoti ja ka lehtësuar për ta që është krijuar. Andaj disa prej njerëzve kanë prirje për të ndërtuar xhami. Kanë ambicie, kanë oreks apetit të hatashëm. Ata bëjnë mobilizimin të mënjhershëm, ngurmbullojnë mjeta, edhe nuk e kënaq ata asgjë vetëm se kjo. Ky ka prirë dhe aftësi për ta. Andaj ne I themi në gjuhën popullore, I ecë përdore kjo punë, mos e ngacmo, leje. Disa për tjerëve kanë prirje për të përmirësuar dhe rregulluar raportet që kanë kacafitje ose I dhënim disa mes tyre familjar, palët e njerëzve edhe kështu me radhë. Kur ta gjesh ky, ka fjalë të ëmbla, është I butë, është fleksibil. Këta mos e ngacmo, as mos e ndor rolin, funksionin, se do e bëjë ndoshta atë punën tjetër që ja ke propozuar, po nuk e bën me dëshirë të flakt. Ne themi çdo kuna duhet të jepsh një punë që e bën me pasionin më të madh. Andaj nga ky pritet fryti dhe rezultati. Njerëzit dallojnë kaq këtyre. Tash varet se në sajt të çfarë ambicie ke për ta marrë dhe xhenetin. Jo rastisht edhe xhenetet dallohen. Ma e larta Firdus al-Ala, pastaj ka Xhenetul Mawa, ka Xhenetul Rayyan, edhe kështu me radhë, varet se njerëzit çfarë ambicie kanë kaq vepra dhe punëve të mbara. Pra pavarësisht natyrave të ndryshme të njerëzve, mundësia dhe oferta hynore, oferta e Islamit është për të gjithë
që askush mos ta gjej veten të papërfshirë në këtë mundësi të madhe. Por bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe i rikthehemi sërish kësaj bisede, ndërmi shihemi pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, jemi sërish me Hoxhën Jusuf Hajrullahu, po flasim për veprat e mira, për diversitetin e tyre, për mundësitë që kjo fe i jep çdo kujt që të ndihet i realizuar në raport me veprat e mira dhe të afrohet tek Zoti i gjithësisë me shumëllojshmërinë e ndryshme të veprave. Hoxhë përmendët pak më herët se Zoti përmend 3 kategori të mëdha ku njerëzit në një prej tyre detyrimisht bëjnë pjesë, tek ata që i bëjnë padrejtësi vetes tyre, pra nuk përfshihen te veprat e mira, tek ata që janë përfshirë po nuk janë, po themi, të suksesshëm shumë, dhe tek ata që garojnë. Pra, duket sikur nga 3 kategori të mëdha, 2 janë ku përfshihen vepra mirë dhe 1, po themi, janë ata që ngelen në klasë. Si na motivon Zoti, si na motivon feja që në këto 3 kategori të mos ngelim tek ajo kategoria e qortuar? Ashtu, vërtet njerëzit dallohen, klasifikohen karshi veprave të mira, ka për atyre, sikur ka përmend Allahu në Kur'an, që është dhalimu li nefsi, që i kanë bërë padrejtësitë vetës, që disa dietarë e ka definuar, ka thonë, ju ka mjaftuar me minimalen. Besimin duke mos shkuar më gjerë. Aq. Nuk ka nasë energji. Kërës janë njerëz që nuk interesohen se çfarë shpërblimi ka, çfarë mundësi çfarë mund të bëj, janë njerëz neglizhent. Nuk ju le fare përshtypja ja. Kjo është kategoria e qortuar, pra. E fundit, ka stagnuar. Pastaj është një hap më avancuar që është muqtesid mesatar, këtu e kanë definuar dietar duke thonë këta bëjnë farzët, urdhëresat e Allahut i zbatojnë, ndalesat ju përmbahen, mundohen edhe gjërat pak vullnetare, fakultative që janë nafilet të veprojnë, edhe duke larguar nga atyre që janë mekruate të papëlqyer. Kjo është një grad pak më e lartë, më avancuar, më shumë i interesuar për xhenetin. Edhe që është ajo, mund ta them, vipat e besimtarëve, sabiqun. Këto që kanë dëgjojnë për dhe punë dhe vepër të hajrit, këto garojnë, nuk hezitojnë çka të jetë. Kryesisht këta janë ata që janë në kërkim të mundësive, pa janë ata që kërkojnë vetë, nuk presin që t'u vi oferta. Edhe mund të themi se këta kanë pas të gjithë sahabët. Jo rastisht e dërguar Allahut, kur ka përmend kështu, sahabët mirë kanë thënë ja Rasulullah, ju amalun ahabbu ila Allah. O i dërguar Allahut, na tregon se do është vepra më shumë se do Zoti. E këto kanë qenë të interesuar. Kurështar, ha? Pra këta kanë vizituar çdo panajir të veprave të mira. Nuk kanë lënë mundësi. Atë bukur thotë, çdo panajir. Çdo mundësi e artë që ju ka dhënë, ndejte, kuvend, ja Rasulullah, cila vepër është më e dashur, cila është më e mirë. E i dërguar Allahut ka qenë ekspert i sahabëve, i ka njoft bukur se çfarë karakteri kanë, çfarë aftësi, edhe më njëherë ju ka dhënë, por tyje vepra më e dashur është besimi në Allahun. Tjetrit, namazi duke u duar, tjetrit, respektimi i prindërve, tjetrit, duke i thonë atij tjetrit, ta ushesh deri të varfër. Tjetrit, përhapja e selamit. Edhe nuk kanë nxitu, po dhënë Kur'an janë shumë ajete motivuese. Nuk e gjende një faqe në Kur'an që nuk thotë Allah, sabiqu, garoni, nxitoni ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Garoni, nxitoni tek falja e Zotit, tek xheneti i tij sa gjerësia e qiellit dhe tokës është përgatitur për kan. Jo për dëmbelat, jo për tacët. Jo pra të dhalim li nefsi, lil muttaqin, ata që janë të devotshëm, që janë të interesuar për këto oferta. E kush janë këto? Vazhdimi ajetet e i përmendet dhe i konkretizon disa prej veprave. Alladhina yunfiquna fi sarra wad-darra wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kush janë këto që Allah i ka përgatitur xhenetin për të devotshëm? Ata të cilët yunfiquna fi sarra wad-darra, japin edhe kur kanë, janë pak në formë ekonomike bukur, nuk e ndalin dorën, po edhe kur janë ma jetën pak me skamis, po këthejme ekstreme, po nuk kanë kushtet ekonomike të bukur, mirë po, të paktën, japin. Ol kadhimil ghayz, edhe frenojnë veten. I ngacmon dikush, i provokon dikush, edhe ka aftësi që mund t'ja kmarrët,
e përbi. Kjo vepër e mirë, ma gjysh kjo për vepër gjigandeve, ta zotrojsh edhe ta shkelish egon. Tri ma i ma se kjo nuk ka. Shikoj? Edhe Allah thot, këshire, garoni kësi vepra. Ola afin e nes dhe ju u falin njerëz, u amnistojnë. Sa do qëfar padrëtësie kanë bë, kanë ushtru dhunë dhe terror, të falur. Ma dje modeli i përkryrë ka qenë i dërguar Allahut, qëfar padrëtësie i kanë bë, kur ishte në Mekë. Pastaj Allah i madhur i dha pushtet pejgamberit, ku shumicë dhe razëve njerëz kur kanë pushtet, ata nuk e kanë nivelin e moralit dhe karakterit. Kanë dëshirë ta shfrenojnë epshën e vet. T'ju akmarrën e i dërguar Allahut si thoshte, idhhabu antum tulaka, shkoni. Hiknu, jeni të falën nga na ime. E dinë se kjo vepër Allahu ka motivuar. Në shumë ajete, madje edhe i dërguar Allahut, badiru bil amal, nxitoni, mos hezitoni, bëni vepra të mira, se nuk e dihet se kanë për të ardhur fitnat dhe sprovat. Çfarë? Trazigrat ka qita lejli mudlim, si errësira e natës. Na nuk e dimi se çfarë pritje do të na vere. Andaj këto që janë në përditshmëri, çdo punë të mbar, familjare, shoqërore, mos hezito. Bë vepra se ke për t'ja pa hajrin. Pastaj krijon edhe imazhin tan. Po nëse ki bagazh me vepra të mira, mos ke frikë. Çfarë do vështirësi dhe sfide që ka për të ndonë të ardhmen, mundesh ta shfrytëzosh këtë vepër mirë që ki bë të kaluarën, kredibilitet. Pra që lloj pasurie që ti e fiton edhe e ke me vete dhe e shpenzon atëre kur duhet më së miri. Kart, bash e mush si bonus e ke. Ke ndëgjuar sa për ilustrime, ke ndëgjuar hadithin e Resulullah, 3 njerëzi që kanë dalë për të kërkuar nevojat familjare të punojë, pastaj ka zërë mbrëmja në shpellë, edhe janë fut në shpellë për të struar të flenë, në mëngjes kur zonë për të dalë, kur e shohin atë vend ka qenë yrja, është e mbyllur me atë shkëmbën e shkëtirës, mundohen ta lëvizën fare nuk lëviz. Edhe vinë në përfundim se neve nuk ka rrugdalje, vetëm nëse kena bërë dhe një kredibilitet, ma herët dhe një vepër, ta shfrytëzojmë. Edhe kjo është ndonjëherë që mund t'i ftoj njerëzit, nëse vepra dhe puna e mirë, nëse nuk ka fryt, dhe nëse nuk ka dërubi, vetëm kur je në zorë dhe vështirësi të del në ndihmë, ja vlen robit bëjë vepra të mira. Pra shpërblimi i saj është edhe në ahiret, po dhe në jetën e kësaj bote. Nuk humbet asnjë. Askush nuk është i humbur nëse vepra të mira. Unë kam një bindje nga disa dietarë që anojnë se vepra e mirë e ka frytin dhe kredibilitetin edhe në këtë botë dhe botën tjetër. Atë vepër që e ki mirë, që e shfrytëzon thotë o Zot, për hatër të kësaj vepre që kam bëunë, më ndihmon në këtë hall që e kam. Nusja ime ka këtë vështirësi, nëna ime, evlad, besimtar, apo çka, këtë vepër që e shfrytëzon, mundet ta shfrytëzoj çdo herë. Jo një herë, po çdo herë në dunja, nga se Allah e ka mëshirën e madhe, duke mos i humb vlera në botën tjetër. Hadithin ilustrim, 3 persona u futën në shpellë, njëri tha, ju kujtu, çka ka bë nga e kaluara, e shfleton të atë dosin e vetë veprave, edhe ju kujtu një vepër që kishte pas bërë. Tha kam pas në shtëpinë time një kafshë lop, edhe ka qenë ai burimi i ushqimit qumshti nga lopa, edhe kisha zakon dhe 3 ditë, fillimisht jap babës, konsumohet të haje nëna, pastaj ne dhe fëmijët. Një ditë o Zot çka ndodhi? Çka ndodhi? Tha çdo ditë që është koha e caktuar zakonshëm, se e dini se kur është çështja për t'ju dhënë qumsht, për çudi thot fëmijët filluan me çaj, nga sa herë koha për t'ju dhënë qumsht. Mirë për çudi nëna dhe babën e kishte zënë xhumi. E si të veproj? Ata prishja atë zakon dhe atë tradita, avas që kanë pas, thash jo, le të çojnë fëmijët. As nuk do i zoj për xhumit, kur të zohen për drejt. Edhe kjo zgjati o Zot morë të tëra. E kur zuan i dhash babës, nanës, pastaj fëmijëve. O Zot, nëse kam bërë vetëm për kënaqësinë tënde, na liro. Edhe filloi liru vendi. Shikoje, nëse nuk ka fryt dhe bereqet, vepra mirë, vetëm në kësi raste, besoj që doja vlen robe me bë vepra. Ndërkohë, ju përmendët disa vepra që ndoshta për dikën mund duken të çuditshme, që shpërblejnë aq shumë, siç ishte dhënia ujë një qeni, dhe ju thatë se ky u bë shkak që personi hyri në xhenet. Po ndërkohë nuk është njësoj si të japësh ujë një qeni, si të shpëtosh jetën e njerëzve. Pra ka diferencë në dobishmëri. A duhet të kemi në konsiderat një prioritet, një renditje të veprave të mira? Ka hierarki të tyre? Si është kjo çështje? Ashtu është më saktë se edhe sado që i motivojmë besimtarët për të bërë vepra dhe punë të mbara, duke mos harruar këtë në konsiderat se
duhet parimisht prioritetet e veprave. Duke mos ja nisur nga e brapa, duke i lënë anash ato që janë më primare. Jo rastisht i dërguar Allah e hasim në biografi e tij çdo herë kur e shfrytëzonte një rast dhe vend dhe kuvent për t'i motivuar në punë të mira, e kishte konsiderat prioritetin. Jo rastisht Muadh ibn Jabelin, që ka pas si përfaqësues të tij dhe dërgoi si ambasador njëherë në Yemen e njëherë në Sham në Siri, edhe çka i tha? Awwal ma tad'um, gjëja e parë që do t'i ftosh Muadh. Ja shikoj prioritet. Ti mund të thirrësh çdo send. Mirë po, gjëja e parë në besimin Allahu një. Tu a bash të qartë popullit se Allahu është një. Ai meriton të adhurohet, ai meriton të nështrohet, ai meriton adhurimin, ibadetet, sejdën, rukuan, ma pastaj, pasi që pranojnë këta dhe ka të qartë, pasi shkon të niveli 2, bëhet e qartë se Zoti ka bë obligim me fars namazin, 5 kohë të namazit gjatë ditës. Nëse pranojnë dhe pranojnë të sakta, pastaj vazhdojnë tek zekati dhe kështu me radhë. Prioriteti është duhet të qenë konsiderat. Më pastaj në disa raste interesi kolektiv është më parësor se sa ajo që është individual. Pra kemi disa gjëra që i kemi obligim, i kemi detyrim, pastaj kemi disa gjëra që i kemi ndoshta të pëlqyera, këto të dy janë njësoj. Të pëlqyera ose plotësuese, ashtu nuk janë. Ata nuk është që mos na mashtrojë shejtani të mirë me këto që janë plotësuese apo sekondare apo fakultative apo dytësdor, duke harruar ato që janë primare, vetëm përjashtime dhe raste rrethana përjashtuese, se përndryshe si rregull gjeneral duhet me pas këta konsiderat. Ato që janë prioritative, farzët, parimet, duke nis nga besimi, dhe jo rastisht mund ta heqemi për vepra i dërguar Allahut ku i nxit të besimtarët, që e parë është besimi në Allahun në të dërguarin e tij. Raporti mes ty dhe krijuesit, fillimisht. Pastaj raporti mes ty dhe vetes tane dhe raporti mes shoqërisë. Do e kisha përmend një hadith që e përmbyll këto 3 raportet që janë pothuajse parimit kryesor fesë, jo rastisht i dërguar Allahut Muadh ibn Jabelit një ditë tha, ja Muadh, thot ittaqila haythu ma kunt, ke frikë Zotin kudo që t'jesh. Je duke dalë nga shtëpia, shumica rast njerëzit që largon nga vendi ku jetojnë, janë provokime dhe joshet më të mëdha. Sikurse në vetë të vjen, nuk më shikon prindi familja, sikurse i liron vetës dyqysh me bë disa harame. E dërguar Allahut, ja Muadh, je duke dalë nga shtëpia, ke frikë Zotin, shoqëroje frikën Allahut, se Zoti të shet dhe rrugës, dhe në udhtim, edhe në treg, edhe në qarshi. Pastaj thot, pas do të keqe, se ne jemi njerëz, instinkti i njeriut kur s'kemi qenë melaçe, mund të bëjnë gabime, mund të bëjnë lëshime, nga se nuk jemi melaçe, as kemi qenë as ditë melaçe. Përderisa kemi ambicie, kemi ëndra, kemi lakmi, mund të bëjmë gabime. E nëse të ndodh bën një gabim, menjëherë pasoje në një vepër të mirë, merr abdes, jep sadaka, buzëqes, fal namaz, ba dhikr, ba istikfar, e cilat ta fshin të kalurën dhe sillen me njerëz me moral të mirë. Ky hadith ka përfshirë 3 raporte, pjesa e parë hadithit mes ty dhe Zotit. Shoqëroje frikën e Allahut kudo që të jesh. Nëse e mban këtë lidhjen vertikale, me automatizëm Zoti ta rregullon edhe atë rregullon që quhet linjën horizontale. Më pastaj mes ty dhe vetës, ti ke nevojë ta ndërtojsh veten tënde, ta bash formatin e mirë, sa do që ki raport me Zotit, mos ta harrosh veten, nëse ndodhe një gabim, me njerë, kthejmë vetës mbas, edhe pjesa e tretë është me njerëzit dhe me shoqëri tregojë moralin më të mirë. Këtu më kujtohet, kemi pas një profesor atje në Egjipt, profesorin Sheikh Hussein Jakupin. Këtë pjesë të hadithit si sot më kujtohet, ka më shumë se 25 vite, ndoshta 30 vite, do thotë, dëgjoj, me një njerëz që e takuar, lej, gjumë dhe përshtypje më të mirë, dhëtë. Se ndoshta nuk të sheh. Pastaj ata që ka për nga te, ka për ta përcetet të tjertë. E takova personin, ishte i këndshëm, ishte i ëmbël, ishte i moralshëm. Çështu do të vepru me gjithë njerëzit, sa ta e përcetin. Pra jo vetëm që bën vepra të mira, po dhe mund të lësh shembull që të tjerët të bëjnë vepra të mira duke u mbështetur tek shembulli dhe tek modeli. Duke qenë se jemi në përfundim, hoç. Do doja edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm ta trajtonim, që është fokusi dhe qëllimi. Shpesh kryesisht librat e hadithit apo dhe të adhurimeve nisin me hadithin e njëjtit, e qëllimit. Së rëndësishme është që gjatë rutinës së veprave të mira të mos humbasim njëtin e qartë dhe të pastër. Madje kjo ndoshta e kisha theksuar, e kisha përmend si epilog
ajo që është ajka e gjithë ligjëratës, sado që bëjmë vepra të mira, sado që bëjmë punë të mira, sado që ndoshta edhe mahnitemi, nuk duhet kurrën e kurrës të harrojmë qëllimin dhe niyetin. Kjo duhet të bëj paraprik krejt veprave. Innama al-a'malu binniyat, vepra shpërndaren sipas niyetit. Pra fillimisht duhet të kemi vetdijen e niyetit, të mendojmë për qëllimin, për niyetin dhe pastaj të inkurajojmë për të realizuar atë. Bile do kisha thonë që momentin në mëngjes që del nga shtëpia, mos del nga shtëpia, mos e hedh hapin, pa e bën niyyet në veten tënde, sot ka të takoj do e buzëqeshi, do jap selam, do e bëj niyyet për punën e mirë. Edhe nëse nuk e bën, ke për të shpërblyer. A disa do ishte e dhimbshëm gjithë ato punë dhe bagazh të madh me vepra të mira. E në mungesë të sinqeritetit, atë si do e ngjan kjo, si njëri i cili ka hyrë tek ndërtesa ati që është 104, edhe pa ascensor, katën e parë, e dytë, e tretë, e katër, e pesë, e gjashtë, e shtatë, kur të mritë kati ti 100, edhe afro tek dera e banesës, kërkon qelsin, ose është, lodhje, kështu ai cili vepron në mungesë të sinqeritetit. Jo rëshet Allah ka thënë Kur'an, amiletun nasibe tesla narën hamie. Disa njerëz do të veprojnë vepra, amiletun nasibe, shumë të mëdhaja, shumë gjigante, në fund finishin tesla narën hamie, në fund të zjarmit. Këtë ajet e ka komentuar dhe interpretuar Omeri duke thënë, këta janë qifutët, të cilët rinë me orë të tëra pranë murit, duke adhuruar, duke bërë vepër gjigant me orë të tëra, që drimin kam. Mirë po, nuk e kanë qëllim dhe në synimin e pasër, në fund do e kanë. Shumë është e dhimbshme kjo. Madje Durgullot ka thënë, do të vinë njerëzit me vepra gjigant, sa kodra e Tiramit ka përmi një kodrë që gjigant atje në Medine. Mirë po, Allah ka për t'ja barë, heben me thura, hi e pluar. Andaj Allah në Kur'an në shumë raste, kur i motivon në vepra të mira, në fund e potencon. Sikur se kurzon duke thonë, la khairin, fi kathirin min najwahum, nuk ka mirësi dhe khair në ato bisetat e fsheta, illa ma marran bi sadaqatin. Vetëm nëse është për qëllim lëmosha, au ma'rufin, ose dëni vepër të mirë, au islahin dhat bejnë nas, ose ndreqen rregullimin raportet me njerëzve. Më pastaj e përfundon dhe kurzon, o men yef'al dhalika ibtigha mirdatillah. E kush këto vepra që i bën, duke pas kënaqësinë e Allahut, nu'tihi ajran adhime, kena për t'i dhanë shpërblime të mëdha. E thëmë kujdes. Të paktën kisha thonë, më pak vepra, mirë po, më shumë një jetë tjetë prezent momentin ku e banë. Tash më kujto dhe fjala e Abdullah ibn Mubarakun ku thot Abdullahu, sa vepra të vogla i kanë dhënë shije dhe sens njëti i madh, dhe sa vepra të mëdha gjigante projekte, po e kanë qenë me çmim të vogël për shkak të njëtit jo të mirë. Ajo që jep shije është njëti. Edhe të ban të lezetshme, madje edhe ki kënaqësinë e veprave të mira. A dise nga bereqeti frytet e veprave të mira se të jep lumturi i rahati në vepër. Men amile salian min dhakarin a untha wa huwa mu'min. Kush bën vepra të mira, qof mashkull dhe femër, dhe është besimtare, falanuhyanna hayatan tayyiba. Kena për t'ia bënë një jetë të lumtur. Disa njerëz që ndjejnë kënaqësi kur bëjnë vepra të mira, kjo është simptom dhe shenjë se Zoti e ka pranuar, andaj dhe ndjejnë kënaqësinë e madhe në zbatimin dhe veprave të lloj-llojshmeve. Orxh Jusufi, Zoti shpreh më të mira, na keni përkujtuar me shumë ajete, me shumë hadithe, me shumë fjalë të dobishme dhe inkurajuese. Zoti ju nderoft. Allah ju shpëlbej për ftesën, ju dhash Zoti sukses dhe bereqet. Amin. Përmiq, ky ishte edhe takimi i sotëm, folëm për veprat e mira, u kuptua nga shpjegimet e Hoxhës se nuk duhet neglizhojmë asnjë mundësi të mirë, po mbi të gjitha duhet kemi vetëdije dhe një jetë të qartë të pastër, sepse kështu do të bëhemi të mëdhenj ne dhe të mëdhaja veprat tona. Unë ju falenderoj për vëmendjen, të jemi sërish të javën e ardhshme me një tjetër të ftuar, me një tjetër të temë gjithashtu inkurajuese për veprat e mira. Zoti ju shpëlbet, miru takofshim.